Ajo I ka, domethënë, ju ka bërë bukë gjithë ushtarët e ushtrisë ligjore të Kosovës, nga una e Prizrenit, por kur është pyet, ajo ka thonë që më ka mbet pikë me ushqyje edhe komandantin tonë legjendar Adem Jashari dhe me I shërby atij mi maru ose mi gatu bukë, thënë shkurt. E sonte e ftoj, pse me që beka është këto, nashta I bën bukë këtij. Me neve sonte është miri Elshani e ftoj me doratërkitje. Hajde Luke. Hajde Luke. Me shploka, 90 vjetësh. Se të kam met marak për Adem Jasharin që si kum bo buk, sonte ty ta kum pru, që pe zavëncojsh ata. Bravo! Që pe zavëncojsh, se s'pa mujt me qitë Adem Jasharin, në vend tina inshallah ti e bosh. Uli Luke. Faleminderit. Kjo Gjergj Kastrioti Skënderbeu edhe Po. Adem Jashari. Po. Faleminderit që erdhe Luke. Edhe ju, inshallah më razet me të mira gjithë. Faleminderit shumë. Inshallah, qysh pa mendojna mirë, bëhët mirë për këtë vend. Se jeni mundu krejt gjinja e inshallah e qitnin s'kajt krejt. Po. Ju I keni shërby ushtrisë ligjore të Kosovës me bukë, ju ke gatu. Po, valla ju kemi gatu. Ka pjesa e Prizrenit, a? Po. Ka Prizrenit në që aty nga t'jemi. Po. Ju kemi dhanë bukë, ju kemi thonë djalit, kanë t'ki qef bjere, bërbirë t'ja pështojmë jetën, se jenë qumë në pështu krejtve. Jo sëlte vetin ata, po krejtve më në pështu. Po në një farforme sonte ondra të realizu, se I dhoj bukë, komandantit legjendar Adem Jashari. Flajra hatë në dokët inshallah, adish që... Bravo! Po, Luke na kem dëgju shpeshherë që për shembull thonë komo bën, ndoshta mos po bëhet luftë në Mitrovicën veriore apo kështu nëse rastisht ndodh ndonjë luftë, ai e gash me prap me I shërby këtij vendi. Inshallah nuk bëhet, vish nuk bëhet. Sot muj me qindru, po I kum bëhet 10 tash nashta smuj, se që 20 kusur vjet jem kon më afër, s'kum li për kur gjë. Pasha Zotën ju kum bëhet bukë se gjithë për përmendi. Kanë ardhë, më ka prun djali 27 vetë. Po, thash bukë s'kom për kaj gjinën, jem dalë kum lidhë në për kaj shi. I kum lënë krejt më halën pa darë. E ju kum dhanë bukë, unë kum pas sugjuk bëllë, ju kum përgjitë sugjuk, sa hanat në sugjuk, ja kum qu. Kos kish në lëpë, kish në bëllica, mu dërgjën në luftë. 2 fjalë, Gjevat për nëna shqiptare janë personifikimi më I mirë I gruas tonë të fuqishme. Kum pas shef bërë. Për mua njërë gëzojmë që e shafë këtë nanë kryezojnë. Nëna shqiptare janë simboli më I shenjtë I popullit tonë. Dhe nëse ka faktor për ekzistencën e kombit shqiptar, për rezistencën e kombit shqiptar, për fitimin e lirisë dhe pavarësisë, mendoj që nënat shqiptare janë ato që I mbështetën jo vetëm burrat e tyre, I ofruan djemt dhe vajzat e tyre, I ofruan të jenë viktima në altar të dheut. Dhe për mua, krye flamurtarja e fitores së lirisë dhe pavarësisë të shqiptarëve janë nënat shqiptare. Dhe që t'ja heq merakun kësaj lokës, luft, jo që nuk do të bëhet, se Serbia mund të hynte në Kosovë atër kur ne s'kishim armë. Tani kemi ushtri, kemi polici, kemi shtet, e kemi botën, dhe asë në mend nuk I shkon, po janë mësuar të merren me dosi parada, tirada, kështu. Prandaj, shqiptarët e di mirë tani Serbia, që janë popull më I fuqishëm dhe më me mend në tokë. Prandaj, mosur, shqetëso, ne tani e meritojmë të gëzojmë lirin, se ato djemë që I keni lënë ju në tokën që u itën me gjak, janë garancia, janë depozita e shpirtit të shqiptarëve. Rrofsh edhe qofsh. Bravo! Jam ka pru sonte, me të vërtet është e ka gatu vetë, jam ka pru dë bukë. Po, vëlla, vetë kum gatu. Po, a vjavdon Luki ka pak? Doja ti, se s'ka derë. Ja, s'ka lidhe. Me duar tua. Me duar tua, këta po dojnë me dur tua. Tamam bukë shpijës ka gatu sonte, a da dërgjitje për Luki. Shumë mirë. Faleminderit.
Se dhash mas pari, ndoshta ty u dash mas pari. Ka gjë. Të më falni. E mua po me pa ja? Patjetër. Unë s'jam as heru as kur gjë, po faleminderit shumë. Tash ti kujna. Tash ti vetit pak edhe u kry. Ja, unë i ka shurë sa për që ku mbarë. Po, do të kite për lukën. Që atë dhe të mërë të mikronë dhe dhe... Po ma vunë. Apo në reson të se kena edhe muzikë folklorike bashkë me këto dy figura. Allahi, faleminderës. Loke, të uroj, të kesh shëndet, të ngrënë gjithmonë buka. Inshallah, gjithmonë për të mirë e për juve për krejtë. Bravo. Shëndet. Kishme shku me blok të parë të marketingu dhe ishme këthy në pjesën e dytë. Marketing, këthemi pas pak. Kemi këthy prej blokët të parë të marketingut, sonte me pjesëmarrjen na kanë nderuar dhe folkloristat e ansamblit dhe këngëve dhe vallëve nga Vitia, Kemal Azizi, skena për juve. Zem galizën Toka jo në djegur e poljahet me gjak Ti ta falim jetën po na duket pake Son poliden, nonza e adema Amaneti tyre, ta fitojmë lirin Me push mbrojmë Kosovën, ta nderojmë Shqipërinë Amaneti tyre, ta fitojmë lirin Me push mbrojmë Kosovën, ta nderojmë Shqipërinë